Të nderuar miq të emisionit Target, përshëndetje. Jemi në këtë transmetim të drejt për të diskutuar për situatën aktuale në luginën e Preshevës, sikurse që kemi diskutuar edhe javën e kaluar, por do të diskutojmë edhe për takimin Thaçi-Dačić në Bruksel që ndodh me 17 janar të këtij viti. Për të diskutuar për këto dy çështje të ndjeshme, kam të ftuar në studio Berat Bozhala nga Partia Demokratike e Kosovës. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Faleminderit ftesë. Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Alma Lama nga Lëvizja Vetëvendosje. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Dhe Burim Ramadani nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Të nderuar shikues, ju mund të na shkruani në faqen tonë në Facebook Target VizRTK, po ashtu në email adresën tonë target@rtk.live, ku mund të parashtroni pyetjet dhe komentet e juaja. Disa nga ato ne do t'i diskutojmë bashkë me panelistët e ftuar. Po ashtu ju njoftoj se gjatë këtij emisioni do të kemi edhe lidhje të drejtë për drejta. Pa humbur kohë, shkojmë me një lidhje të drejtë për drejtë në Preshevë me kryetarin e Preshevës, zoti Ragmir Mustafa, i cilin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Mustafa, po dëgjohemi? Po dëgjohemi. Atëherë, zoti Mustafa, ju keni realizuar keni pasur sot takim me kryeministrin Thaçi dhe dihet se nesër qeveria e Serbisë, përkatësisht kryeministri serb, ka paralajmëruar se do të rënoj lapidarin përmendoren e shqiptarëve në qendër të Preshevës. Cili do të jetë reagimi juaj, çfarë do të ndodhë nesër, çfarë prisni dhe cili do të jetë reagimi i faktorit politik shqiptar në Preshevë? Po? Ju lutem nëse ka mundësi një me përsërit pjesën e dytë pyetjes, sepse ka zhurmë. Si do të reagoni ndaj deklaratave të kryeministrit Dačić? Çka pritet të ndodhë nesër në Preshevë me 16 janar, kur edhe është paralajmëruar rrëzimi i lapidarit? Po mirë, konsideroj se për gjithë opinionin e gjerë është i njohur se nesër skadon ultimatumi i zotit Dačić në lidhje me lapidarin e vendosur në sheshin e dëshmorëve në qendër qytetit Preshevë. Ndërkohë, konsideroj se kori diplomatik ndërkombëtar i akredituar në Beograd është duke negociuar me qeverinë serbe për të mos lejuar një skandal i cili do të ishte me përmasa mbase dhe paparashikuara, sepse në këtë drejtim akoma politika shqiptare, populli shqiptar Lugin Preshevës qëndron stoike ndaj qëndrimit për të njohur Serbia identitetin e tyre kombëtar, për të njohur simbolet kombëtare të shqiptarëve në Lugin Preshevës, padyshim duke inkorporuar këtu dhe lapidarin e dëshmorëve të kombit të ushtrisë kombëtare për Preshevë Bojanosa Medvej të vendosur në sheshin e dëshmorëve. Çfarë prisni në rast se ka ndonjë përpjekje për ta rrëzuar lapidarin? Cila është rezistenca e faktorit politik dhe popullsisë shqiptare në Lugin Preshevës? Sërish nuk e ka marrë tonin mirë. Në rast se eventualisht ndodhë që ka përpjekje, sipas zotit Dačić, ai tha se duhet institucionet lokale që ta rrëzojnë lapidarin. Në rast se ato nuk e rrëzojnë, është policia e cila do të angazhohet për rrëzimin e lapidarit. Si komentoni këto deklarata të zotit Dačić? Po janë deklarata të cilat ndryshojnë për çdo ditë me qasjet që i bën her pas herë zotit Dačić, dhe në këtë drejtim konsideroj se më së paku do të jetë e nevojshme që të intervenohet në mënyrë dhunshme që të largohet lapidari. Dhe ndërkohë edhe një herë përsëris se patjetër problemeve duhet dhënë kohë, duhet dhënë hapësirë dhe duhet të sillen edhe autoritetet në Beograd dhe përkundër asaj se kanë forcë të konsiderueshme ushtarako-policore të mos sillen në mënyrë të dhunshme ndaj një popullate të pambrojtur të shqiptarëve në Lugin Preshevës. Por megjithatë, nëse edhe vihet gjatë një situatë e tillë, atëherë shqiptarët e Luginës Preshevës me pas një dyshim do të sillen sipas një qytetërimi evropian, skajshmërisht me ndërhyrje demokratike, me sjellje demokratike dhe me kërkim ndihme si në rrafshin kombëtar, por edhe ndërkombëtar për të tejkaluar dhe këto situata. Po megjithatë do të jetë një provim shumë i rëndë për Serbinë, sidomos për Beogradin zyrtar, nëse një gjë e tillë do të ndodhte.
Zotri Mustafa, përmendet kërkimin e ndihmës si në rrafshin kombëtar, si në rrafshin ndërkombëtar. Ju keni pasur sot spektri politik i Luginës Preshevës ka zhvilluar një takim me kryeministrin e Kosovës zotin Thaçi. Cilat janë rezultatet e këtij takimi? Çfarë premtimesh ju ka dhënë qeveria e Kosovës? Unë mendoj se reagimet e spektrit politik të kombit, si në Prishtinën zyrtare, madje në Tiranën zyrtare dhe nga politika shqiptare në Maqedoni, kanë qenë edhe kohë më parë në mbështetje të shqiptarëve të Luginës Preshevës, në mbështetje për mbrojtjen e identitetit kombëtar. Kur thuhet në mbrojtjen e identitetit kombëtar, mendohet në simbolet kombëtare në vetë komunitetin shqiptar që jeton në Preshevë, Bujanoc e Medvegjë, madje këtu inkorporohet patyshim edhe lapidari i dëshmorëve të kombit. Edhe në takimin e sotëm që kishim me kryeministrin Thaçi, ishte një takim absolutisht vëllëzëror, një takim me biseda shumë të shtruara, shumë të urta, shumë të qeta dhe vëllëzërore. Padyshim se këto biseda i kontribuojnë një bashkëpunimi shumë të thellë ndërmjet politikës zyrtare në Luginë Preshevës dhe asaj në Prishtinë, duke përfshirë këtu dhe kryeministrin Thaçi, i cili zotohet se në bisedimet që janë në vijimësi ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të ketë në konsiderat të skajshme dhe Luginën e Preshevës, duke pas parasysh këtu dhe inkorporimin e tij për një zgjidhje paqësore, një zgjidhje të shembullt pro shembujve të Europës perëndimore dhe gjitha vendeve në demokraci të zhvilluar euroatlantike. Dhe në këtë drejtim me një siguri të madhe se do të kemi edhe më tutje korrespondencën e plotë dhe të fuqishme mbi aspektin e bashkëpunimit vëllëzëror dhe politike dhe me kryeministrin Thaçi dhe qeverinë e Republikës Kosovës. Zotri Mustafa, faleminderit shumë për kohën tuaj që gjetët për tu involvuar në këtë transmetim të drejt për drejt të televizionit të Kosovës në Preshevë. Faleminderit. Faleminderit dhe përshëndetje nga Presheva. Atëherë, ishim në transmetim të drejt për drejt me Preshevën, me kryetarin e Preshevën, zoti Ragmi Mustafa. Kthehemi me bisedën në studio. Fillojmë me ju, zoti Buzhala. Si shihni këto zhvillimet e fundit në Preshevë dhe këtë paralelizmin kur pritet dihet se ka edhe diskutime për veriun e Kosovës në Bruksel një ditë pas, domethënë me 17 janar. Po mendoj që është një aktivitet i mirë i klasës politike shqiptare në Luginë Preshevës. Ka qenë pothuajse e pamundun që ose angazhimi i Prishtinës edhe Tiranës nëse atje nuk lëvizin gjanat, po mendoj. Tash puna e pllakës, betonit edhe emna, kjo është veç maja e icebergit, po mendoj. Kjo është vetëm një casus belli i problemeve tjera. Kjo është një betejë e cila mendoj është ka ardhur si rrjedhoj e shumë problemeve tjera, se nuk është një përmendore ajo që do t'i zgjidhë ato probleme atje. Pra, kush do të lëshoj pe i pari, edhe si do të realizohet kjo, unë mendoj që Prishtina dhe Tirana kanë reaguar mjaft mirë në raport me zhvillimet e fundit në Preshevë. Unë mendoj që zoti Ragmi edhe klasa tjetër politike është dashur. Kjo është një betejë që duhet mu fitu, po mendoj. Nuk është kjo për jetë a vdekje, po është mase që ka fillu kështu, atëherë do të ishte mirë që nesër të ftuhen edhe qytetarët atje në të shesh atje, edhe ta mbrojnë pllakën. Nuk mendoj që Beogradi edhe ushtria dhe policia serbe do ta përdorin dhunën aq të madhe, apo do të jenë aq mendun që gjujnë mbi qytetarët. Pra mirë do të ishte që tash Prishtina nuk mundet me dalë atje. Kryeministri Thaçi as kryeministri Berisha nuk mund të ftojë qytetarët e Preshevës që ta mbrojnë ata. Po që unë si deputet për shembull mendoj që zoti Ragmi dhe të tjerë do duhet i ftonin qytetarët që të jenë në shesh nesër gjatë tërë ditës. Kryeministri Daçi ka deklaruar që nuk do të niset për Bruksel nëse nuk e ka rënuar ata. Pra mirë do të ishte që ajo të mos rënohet. Edhe ajo do të duhet mbrojë me çdo çmim. Ashtu siç nuk po du me bë paralelizma, po minoritarët serb shpesh i mbrojnë objektet e tyre edhe me trupat e tyre. Nuk duhemi imitu na vazhdimisht ata, mirë, po në çet rast ai objekt do duhemi mbrojt. Nuk mendoj që në farforme inkurajoni që dalin. Absolutisht. Nesër unë mendoj që zoti Daçi si kryeminist do duhet ta korte një humbje, edhe do të ishte një humbje simbolike, po hapje e rrugës për zhvillime tjera. Nëse nesër rënohet ajo dhe nuk ka kurrë kundërreagimi prej qytetarëve,
kjo nuk do të ishte lajm i mirë, nuk do të ishte augur i mirë për Preshevën, Bujanovcin edhe qytetarët që janë atje. Kjo është pika kthesës, e në këtë kthes nuk do duhet murdzu. Pikën e kthesës duhet me marrë edhe mu kthy, jo murdzu në pikë kthesës, masi që ardhë çmimi kaq i lartë, ku tash u aktivizu kryeministri thotë që kryeministri Berisha, gjitha faktorët politikë shqiptarë në rajon, atëherë qytetarët e Preshevës nesër është mirë që më shku aty edhe me mbrojt përmendorën. Zoti Gashi, komenti juaj për këto ngjarje, këto zhvillime? Zhvillimet janë interesante në aspektin politik, po edhe në aspektin kombëtar dhe ndërkombëtar. Pse janë interesante? Sepse kjo është një fazë në cilën Serbia vije para një fakti të kryer. Edhe po të marrë veprime të dhunshme për të rrëzu përmendorën, edhe po të mos marrë. Në një situatë hipotetike ku Serbia do të merrte veprime të dhunshme për të rrëzu përmendorën, atëherë definitivisht Serbia do të fusë në një paket zgjidhjen e problemit të Luginës me situatën e serbëve në verimin e Kosovës. Nëse ata ndërmarrin këtë hap. Nëse ata nuk e ndërmarrin këtë hap, edhe në këtë kohë ata do të mbesin para një situate të një humbje simbolike politike, mirë po të krijimit një situate të bashkimit faktorit politik shqiptar në Preshevë. Dhe kjo situatë e krijuar do të jetë shumë interesante për faktorin politik shqiptar në Preshevë, po edhe për faktorin shqiptar në tënësi, dhe po ashtu edhe për faktorin ndërkombëtar. Prandaj ky element që po thuhet simbolik, që një pllak guri që tha Berati, është e vërtetë që është një pllak guri, po simbolikën e ka shumë të madhe sepse tregon për identitetin e shqiptarëve dhe tregon për pozicionin e shqiptarëve në Serbi. Po ashtu tregon se si është e gatshme të veprojë qeveria e Serbisë. Nëse qeveria e Serbisë është e gatshme që të shkojë me bagera dhe me ushtri e me polici, atëherë qeveria e Kosovës duhet të jetë e gatshme që të shkojë me bagera, të heqë barikadën në Ibër dhe vazhdojë reciprocitetin. Qeveria e Kosovës? Normalisht i ka. Pse nuk i ka qeveria e Kosovës këto potenciale, kur i ka 10.000 polic, Serbia mund t'i ketë 20.000, po aty janë paka shumë qytetarët janë barabartë, aq sa janë në veri të Kosovës, aq janë Luginë, Preshevë si numër kumulativ i qytetarëve, kështu që nëse Serbia don reciprocitet, do të ndërtojë reciprocitet. Nëse don gjuhë evropiane dhe komunikim bashkëbisedimit për zgjidhjen e problemeve, do ta ketë gjuhën e bashkëbisedimit për zgjidhjen e problemeve. Dhe kjo duhet i thuhet qartë nga të gjithë, edhe nga institucionet politike, sidomos duhet i thuhet qartë bashkëbiseduesve ndërkombëtar. Kjo çështje unë kam thënë edhe në disa prononcime tjera, ka kalu kufit e bisedimit Kosovë-Serbi. Kjo çështje është çështje jo vetëm kjo, por edhe rezoluta dhe platforma serbe është çështje mes raporteve mes Serbisë dhe Bashkisë Ndërkombëtare dhe Kosovës dhe Bashkisë Ndërkombëtare, sepse ata janë promotorët e bashkëbisedimit dhe ndërkombëtarët janë promotorët e idesë së ndërtimit të shteteve multietnike. Nëse ne po shkojmë drejt ndërtimit të shtetit një shteti multietnik në Kosovë, atëherë çka po ndodh me shtetin multietnik në Serbi? Serbia duhet ta ndërtojë shtetin e vet multietnik ku përfshihen shqiptarët, përfshihen edhe hungarez në pjesën tjetër dhe duhet këtë koncept. Nëse Bashkia Ndërkombëtare shkon me konceptin e ndërtimit të shtetit monoetnik, atëherë shqiptarët duhet të ripozicionohen dhe të shohin si është situata. Prandaj mendoj se është një situatë kaq e delikate në aspektin politik, po edhe në aspektin njerëzor, sepse është e dhimbshme që qindra mijëra shqiptarë që jetojnë në Luginë të jenë nën presion, të jenë nën terror, nën kërcënim. Kjo është situatë e rëndë, me të cilën ne nuk guxojmë të lejojmë që të abuzohet dhe njerëzit atje sakrifikohen për qëllime të ndryshme që mund të ketë politika në Serbi ose politika në Kosovë. Kjo është një situatë mbi interesat partijake dhe individuale për cilën ne besoj që duhet të kemi gjuhë të përbashkëtë dhe besoj që do ta kemi. Para se t'ju jap juve, zonja Lama, fjalën, kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë nga Presheva me njërin nga aktorët politik, zotri Belgzim Kamberi, besoj se kemi në lidhje, dhe duke dashur që ta vazhdojmë idenë e asaj se çka janë duke u përgatitur qytetarët shqiptar të Luginës së Preshevës, sa kanë nga dëshmëri ata për të mbrojtur këtë lapidar. Dëgjohemi? Jes, po nuk e dëgjoj pyetjen. Përshëndetje. Zoti Kamberi, dëgjohemi? Po, urdhër. Atëherë, ne jemi duke diskutuar në studio për atë se çfarë do të ndodhë nesër në Preshevë. Pyetja ime vetme për ju është sa ka gatishmëri popullata civile shqiptare në Luginë të Preshevës që ta mbrojë, sa është e sensibilizuar që ta mbrojë monumentin.
Po në gjithsesi se këto qytetarët shqiptarë në veçanti janë të shqetësuar lidhur me fatin e lapidarit, aq më tepër duke pas parasysh kërcënimet edhe ultimatumin e kryeministrit Dačić, por në anën tjetër natyrisht se duhet pas parasysh se popullata civile nuk i ka kapacitetet edhe mekanizmet për ta mbrojtur lapidarin në rast se ai vjen të rënimi i tij nga autoritetet shtetërore. Po pavarësisht kësaj, natyrisht se jemi të vendosur të gjithë qytetarët që të përballemi me këtë situatë edhe në rast nevoje se do të veprojmë në rast të situatës së re së krijuar. A është paraparë ndonjë plan në rast se ka përpjekje për rrëzimin e lapidarit, për organizimin e qytetarëve, për organizimin e ndonjë proteste paqësore? Ne edhe në takimin e kuvendeve tre kuvendeve të këshilltarëve shqiptar, ne kemi lënë të hapur mundësinë e organizimit të protesteve dhe të organizimeve të ardhshme politike, pavarësisht situatës së re së krijuar. Por megjithatë për momentin nuk ka ndonjë plan apo ndonjë strategji për të organizuar por siç thuhet për të mbrojtur lapidarin. Çështja e lapidarit është një çështje juridike edhe teknike, edhe natyrisht se popullata civile këtu as nuk i ka kompetencët, por as nuk i ka mekanizmet dhe kapacitetet për të ballafaqur dhe përballur me autoritetet shtetërore nëse vjen deri te një rënimi i tij. Por sido që të jetë, natyrisht se ne nuk e kemi ndërmend që të pranojmë një çështje të këtillë, dhe në rast se vjen deri te rënimi i lapidarit, atëherë do të shikojmë se si do të veprejmë më tej, qoftë me protesta, qoftë apo edhe me ringritjen e tij, por për momentin është vështirë për të parashikuar se si do të veprojë Serbia deri në ditën e nesërme. Zotrik Kamberi, faleminderit shumë për këtë paraqitje drejt për drejt për emisionin Target. Ishim pra në lidhje të drejt për drejt sërish me Preshevën, vazhdojmë bisedën në studio me zonjën Lama, atëherë është shqiptarët nuk është se janë të organizuar për ndonjë protestë paqësore në rast se ndodh kjo. Si komentoni këto zonja Lama? Natyrisht që shqiptarët në luginën e Preshevës jetojnë në kushte shumë të vështira. E dim që prej vitësh forca të shumta të shtuara të ushtrisë serbe janë pozicionuar në atë zonë dhe ushtrojnë një lloj presioni shumë të madh psikologjik mbi popullsinë atje. Përveç presionit të madh ekonomik, ku shqiptarët janë më të diskriminuarit, nuk kanë punë, gjë që i bën ata të largohen nga trojet dhe ka një lloj spastrimi të vazhdueshëm etnik. Mirë po, unë mendoj që lapidari i cili simbolizon lirin është simbol i lirisë dhe jo më kot. Kryeministri serb kërkon ta rrëzojë, duhet të mbrohet nga qytetarët. Ata duhet të jenë aty prezent ndaj çfarëdo lloj veprimi që do të ndërmarrë qeveria e Serbisë, sepse rrëzimi i simboleve të lirisë është ose rënimi i simboleve të lirisë është rënimi i vetë lirisë dhe këtu është sulmi që kërkon të bëj kryeministri i Serbisë, sepse në fakt aty pengon vetë prezenca e shqiptarëve në luginën e Preshevës, atyre ju pengon. Domethënë, nuk është çudi sepse kryeministri serb është dora e djathtë e Miloševićit dhe në këtë pikpamje nuk ka ndryshuar asgjë në bindjet e tyre. Nga ana tjetër, për mendimin tim, kjo situatë po tentohet të shfrytëzohet në lidhje me dialogun që po vazhdon në Bruksel, në mënyrë të qëllimshme tensionohet situata, në mënyrë që Serbia të përfitojë në këtë dialog, ndoshta tashmë tregohet shumë më ashpër, në mënyrë që më vonë pak të tërhiqet dhe befas Evropa, e cila është ndërmjetësuese e këtij dialogu, ta marrë me të mirë. Kjo është strategjia e tyre e përhershme, të cilën e kanë përdorur në mënyrë të vazhdueshme. Nga ana tjetër është gjithashtu një matje e pulsit të shqiptarëve, jo vetëm të shqiptarëve të luginës Preshevës, por edhe të qeverisë shqiptare në Kosovë dhe të qeverisë së Shqipërisë, por është edhe një matje pulsit të Bashkimit Evropian. Ju e dini që deklarata që erdhi nga zonja Ashton dhe përfaqësues të tjerë, më duket, të Bashkimit Evropian, ishte që këto janë punë të brendshme të Serbisë. Në fakt, në rast se tërheqim ne një paralelizëm, do të binte që veriu për të cilin po bisedohet në Bruksel është vetëm punë e brendshme e Kosovës dhe si mund të lejohet që të flitet me standarde të dy fishta me një asimetri të tillë për një problem të njëjtë. Edhe veriu është pjesë e brendshme e Kosovës. Kështu që ashtu sikurse pra edhe lugina e Preshevës dhe ajo çfarë ndodh, që shkelje drejt për drejt e drejtave të njerëzit, është punë e brendshme, sipas kësaj retorike. Ajo që dua të them unë është që lapidari deri tani e ka mbrojtur vendosmëria e klasës politike atje dhe vetëm ajo do ta mbrojë këtë lapidar. Pra, vendosmëria e klasës politike në luginën e Preshevës, por sigurisht me përkrahjen e qytetarëve, por edhe vendosmëria e shqiptarëve
edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, për të mbrojtur simbolet e tyre të lirisë dhe për ta bërë problemin, për ta quar problemin atje ku më shumti po flitet. Për shembull, nuk kam dëgjuar deri tani që kryeministri i Kosovës, i cili ka shkuar në bisedime me Serbinë, me kryeministrin serb, ta ketë përmendur ndonjëherë luginën e Preshevës, të problemet të mëdha të drejtave të njeriut, të cilat shkilen në luginën e Preshevës, krahasuar për shembull me të drejtat e zgjeruara që kanë serbët në Kosovë. Atëherë, zoti Ramadani, faktori ndërkombëtar i akredituar në Kosovë ka paraqitur shqetësimin e tij për situatën në luginën e Preshevës, mundësinë e eskalimit të situatës. Si shihni domethënë edhe këto reagime të faktorit ndërkombëtar, përfshirë edhe këto zhvillime të fundit atë? Është e kuptueshme se çfarëdo lloj zhvillimi negativ i situatës në luginën e Preshevës nënkupton rritjen e tensionimit ose tensioneve në rajonin e Ballkanit, sepse është tepër e qartë se situata atje është direkt e lidhur në kuptimin politik me atë që ka ndodhur me Kosovën ose në Kosovë dhe në raportet e Serbisë me Kosovën në procesin e dialogut, edhe pse në formë legale ose juridike nuk ka lidhje, po është lidhur ose është direkt e ndikuar situata politike dhe të njëjtën kohë ky reagim edhe i zyrtarëve ose ambasadorëve në Kosovë po edhe në Serbi, mund të them se në linjën time tema në luginën e Preshevës ka filluar të ndërkombëtarizohet, pavarësisht se edhe më tutje nuk kemi arrit në atë fazë që zgjidhja të jetë e ndërkombëtarizuar. Pra kjo është dallimi. Tash për tash kemi një temë e cila është ndërkombëtarizuar si problem, por edhe më tutje nuk kemi rolin ose marrjen e rolit të faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e problemit. Dhe unë këtu pikërisht mendoj se duhet të jetë roli i Kosovës dhe roli i Shqipërisë, pse jo edhe i roli i shqiptarëve në Maqedoni, në ndërkombëtarizimin e zgjidhjes së problemit të shqiptarëve në Preshevë, në luginën e Preshevës, pra Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc. Jo vetëm në thirrjet publike ose në takimet e shpeshta që bëjmë ne gjithë me liderët e luginës Preshevës, por roli kryesor është në fuqizimin ose lobimin që zgjidhja e problemit në luginën Preshevës tjetë e ndërkombëtarizuar, sepse është e qartë se shoqëria serbe, politika serbe në Serbi, pra po flas, edhe më tutje nuk është largu prej ideve të vjetra dhe prej asaj krenarie pavarësisht që e kanë të humbur në shumë etapa, sidoqoftë ai dinitetin e agresorit ka vazhduar edhe më tutje, nëse mund të themin se ka dinitet agresori, po në Serbi edhe më tutje duhet ta besoj që e kemi tepër qartë, po e përsërisë një. Jo vetëm politika, por edhe akademia, edhe kisha ortodokse serbe, edhe ekonomia, edhe mekanizma tjerë, madje edhe sportistët, janë të një vije politike sa i përket shqiptarëve në përgjithësi dhe Kosovës veçanërisht, duke përfshirë këtu edhe luginën e Preshevës. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm me një lider, në këtë rast Dačić, që ka një çështje ndaj shqiptarëve të Preshevës. A ka kontribuar edhe Kosova në tensionimin e situatës fundit në luginën e Preshevës? Kujtojnë se përpos kryeministit Thaçi edhe zoti Ramush Haradinaj i ka takuar një farë forme. A është dhënë si mbështetje kështu të vazhdojnë tutje edhe ta carohen situata apo? Duhet ta themi tepër qartë, Kosova dhe liderët e Kosovës asnjëherë, pa përjashtim, asnjëherë nuk kanë ndikuar në tensionimin e situatës atje. Kanë ndikuar dhe po mundohen të ndikojnë në rritjen e vëmendjes ndërkombëtare për në shkelin e drejtave të njerëzit që po ndodhin në luginën e Preshevës. Dhe kjo po them se është forma dhe mënyra më e mirë e punës se si liderët edhe në Kosovë, liderët shqiptarë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, mund të ndihmojnë realisht dhe praktikisht shqiptarët në luginën e Preshevës. E thash edhe një herë se ne gjithë i kemi takuar dhe vazhdojmë të takojmë sepse është pjesë e një kombi dhe jemi shqetësuar me situatën e cila është në luginën e Preshevës. Por ne duhet po ashtu të ndikojmë që në çështjen e tyre ta kalojmë prej asaj që njihet në tërësi si çështje e brendshme e Serbisë, sepse shkelja e drejtave të njerëzit nuk është çështje e një shteti sovran. Tek e fundit Serbia
është e Miloševićit, është bombardu nga NATO me argumentimin e shkeljes drejtave njerëzit dhe krizës humanitare. Dhe kjo tashme e ka kalu, duke e përdorur kapitullin e 7 Kortës OKB-s, ka kalu nga ajo që njihet si suvereniteti brendshëm i shtetit. Çështja e drejtave njerëzit më nuk është çështje universale, nuk është çështje e suverenitetit në shtetit. Prandaj ky është argumenti ynë që ne duhet ta përdorim në rrugën evropiane, duke të rajonit, jo vetëm të Kosovës dhe Serbisë, në çështjen e drejtave të njerëzit dhe normalisht në përkrajen ose mbështetjen politike, se ne mund t'i japim shqiptarëve në Luginë Preshevës, sepse tek e fundit ata po e heqin zi të ullirit atje, dhe ne gjithë këto e dim fare qartë se çka do të thotë jesh në okupimin e Serbisë. Ne keq ka kërkojmë është që Lugina Preshevës dhe shqiptarët atje të gëzojnë të drejtat e njerëz, drejtat themelore, drejtat e pjesëmarrjes publike, pjesëmarrjes politike, drejtat ekonomike, veçëverisin lokale të shkollës më të gjerë, dhe kjo është mënyra se si besoj që mund të ndihmojmë qetësisë në rajon dhe shqiptarëve në Luginë Preshevës veçantisht. Faleminderit. Kalojmë te pika tjetër e diskutimit për sot, është bisedimet e ardhshme në Bruksel. Pra pas nesër zoti Thaçi dhe zoti Daçiç është paralajmëruar se do të takohen në Bruksel, dhe sipas komunikatës së qeverisë, temë e diskutimit do të jetë shuarja një ndër temat kryesore, do të jetë shuarja e strukturave ilegale. Çka është prisni nga ky takim dhe sa mund të shërbej ky takim po ashtu edhe për ndërkombëtarizimin e çështjes së shqiptarëve në Luginë Preshevës, zoti Bozhani. Nëse do të mbahet ky takim, po mendoj unë. Po, gjithmonë nëse do të mbahet. Zhvillimet në Luginë Preshevës do të jenë përcaktuese për fatin e takimit, unë mendoj. Sepse nëse tensionohet apo nëse ka përdorim dhunës ose gjëra të kësaj natyre, mendoj që do të rrezikojë përmbajtja edhe vetë takimi. Nëse Daçiç shkon pa rënu objektin atje, unë po mendoj pala kosovare, kryeministri ai ka bërë qartë që shurja strukturave paralele dikush mundet më thonë se na s'kemi nevojë me bisedu me Serbinë për problemin, për punën e veriut, e në anën tjetër na i kena qindra mira trupa paramilitare serbe në veriu në Kosovës, edhe ne duhet me diskutu me ta që ata mi tërheq ato trupa prej ati, prej teritorit tonë. Nuk kemi me tjetër kanë me bisedu pos me kryeministrin Daçiç, një numër i madh kemi mos të folim vetëm për aspektin e policisë dhe të forcave tjera, po atje mund të ketë, jo mund të ketë, po atje ka zyrtar shtetënor serb që kryejnë funksionet shtetënore, ka kryetar paralel, ka zyrat vendit, ka një numër të madh. Edhe këto do duhet ishin ato, unë mendoj që këto edhe do të jenë pika që do të fokusohen në takim, edhe mirë bojnë që fokusohen, sepse do duhet bisedoj për to. Në anën tjetër, sa i përket drejtave, unë çka mundet pola kosovare me lëshu pe atje, ose për çka në koncesion, unë mendoj që, po mendoj, nuk po thamë diçka të re, po në pakun e Atisarit janë gjitha ato që parashien, edhe kjo është ajo rreth cilës do të cilët pola kosovare, do të jetë garantimi drejtave të garantuara. Pra edhe njëherë nëse ka nevojë t'i thuhet Daçiçit që këto drejta që i kemi dhënë me pakun e Atisarit vlen edhe matutje, edhe serb lokal atje do t'i përqafojnë ato që ka shkruar në pakun e Atisarit. Zoti Gashi, LDK-ja ishte pjesë e një takimi të ftuar nga kryeministri për bisedimet e pasnesërme, nëse ndodhen ato në Bruksel. Ndërkohë, sot kishim në media një deklaratë të zotit Haziri për rishikimin e kufive, i cili e reaktualizoi këtë çështje, mbas është edhe qëndrimi i tij personal, por cili është qëndrimi i LDK-s ka shik këtyre zhvillimeve? Është e vërtet, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka marrë pjesë në takimin e ftuar nga kryeministri dhe i ka rikonfirmuar edhe një herë se pozicionet e Kosovës përballë kryeministrit të Serbisë duhet të jenë Kushtetuta e Republikës së Kosovës, kufitë e njohur ndërkombëtarisht, paku i Atisarit, një zonë doganore, sistemi doganor në Kosovë dhe plot elemente tjera, cilat janë elemente substanciale të panegociueshme, pa ndryshueshme dhe për cilat LDK-ja kërkon fuqimisht që të mos diskutohet në asnjë mënyrë me përfaqësues të Serbisë. Ky ka qenë qëllimi mbi bazën e cilit kryetari Mustafa ka shku dhe ka diskutuar dhe i ka thënë se këto janë pikat mbi cilat ne duhet të qëndrojmë fuqishëm dhe për këto pika shoqëria kosovare duhet të ketë unitet dhe duhet të ketë një vizion të përbashkët. Dhe besoj që
paktën nga deklaratës që ka dalë nga zyra e kryeministrit, kjo çështje është pranuesi e tillë dhe është marrë dhe adoptuesi e tillë. Çështja është tek probleme tjera. Sa realisht kemi ne qeveri përfaqësuese dhe sa realisht jemi ne në situatë përballë Bashkimit Evropian, sepse unë insistoj dhe vazhdoj të insistoj se çështja e veriut të Kosovës dhe çështja e shqiptarëve të Luginës është pozicionimi dhe dizajnimi i shtetit të Kosovës. Qysh është dizajnu shteti i Kosovës, çfarë shteti është ndërtuar në Kosovë për këto 5 vite dhe si rezultat i dizajnimit dhe funksionimit apo mos funksionimit të shtetit të Kosovës për këto 5 vite kemi ardhur në këtë situatë. Problemi real është ky. Pastaj se a diskutohet me Serbinë apo nuk diskutohet me Serbinë është një çështje e dytë, por primare për mendimin tim është funksionaliteti, demokracia, ekonomia, zhvillimi, shoqëria kosovare dhe plot elemente tjera që janë ndërtuar në këtë vend dhe si po funksionojnë. Mendoj se në aspektin e demokracisë dhe shtendërtimit për këto 5 vite ne nuk kemi dhënë shembull të mirë. Nuk kemi dhënë shembull të mirë përpara partnerëve tonë ndërkombëtar sepse ne nuk kemi arritur të ndërtojmë dhe të konsolidojmë një shtet të rendit dhe shtet së drejtës. Ne nuk kemi organizuar një shtet i cili mban zgjedhjet lira dhe demokratike. Dhe ky shtet normalisht është problem për Bashkimin Evropian, dhe në njëjtën kohë është kapital politik dhe argument për Serbinë për të thënë se Serbët Kosovë nuk mundën me jetu, duhet autonomi më gjanë sepse shqiptarët e Kosovës nuk janë gjendje me organizu shtetin, nuk janë gjendje me bajt shtet të drejtës dhe shtet ligjor, nuk janë gjendje me bajt zgjedhjet lira demokratike, nuk janë gjendje me bërë zhvillim ekonomik, që realisht qet përpara shumë vështirësive të mëdha, kushdo që të jetë negociuesi ose bashkëbiseduesi me palën ndërkombëtare, kam fjalën. Dhe në këtë situatë është një situatë realisht e rëndë dhe është një argument shumë i fuqishëm i serbëve. Mirë po, në njëjtën kohë, shqiptarët duhet të jenë vendosur dhe të kërkojnë përveç elementit parë, që tham, pjesën e parë, reciprocitetit. Ne duhet fuqimisht kërkojmë reciprocitet. Nëse kërkohet përdoret forcë në Luginën e Preshevës për të heqë përmendoren, i cili është një monument përkujtimor për shqiptarët dhe identifikues tashmë, sepse ajo përmendore është shndru në një monument identifikues për shqiptarët në Serbi, atëherë ne duhet jemi të gatshëm si shoqëni që të kemi parasysh se këtu kemi disa mbeturina borllog në qendër qytetit Mitrovicës, cilat e pengojnë zhvillimin dhe komunikimin normal qytetit dhe në zona tjera. Dhe qeveria Kosovës ka për obligim kushtetues ligjor, ashtu që pas ka qeveria Serbisë për obligim kushtetues me heq një përmendore që është një simbol i identitetit kombëtar, qeveria Kosovës ka për obligim ligjor kushtetues që të heq bllokadat në rrugë. Bllokadat qëllimshme për të destabilizuar dhe për të mos lënë funksionimin dhe lëvizjen dhe qarkullimin e lirë qytetarëve të Kosovës. Kjo është një pengesë e madhe, nëse Serbia don me përdor argumentin e forcës si argument zgjidhjes, atëherë dhe Kosova duhet jetë e gatshme që të përdor argumentin e forcës si argument zgjidhjes. Dhe në këtë rast, edhe bashkësia ndërkombëtare duhet jetë pro, sepse kemi një reciprocitet plot. Po ku do të çojë kjo? Ku do të çojë kjo është vështirë me parapo, mirë po realisht. Jeni të gatshëm për ndonjë sfidë pa parashikueshme të Kosovës? Normalisht në momentin që ke hyrë në politik edhe ke hyrë të merresh pjesë aktive me jetën publike, duhet të jesh i gatshëm për çdo sfidë. Sfidë kuptimin personal dhe sfidë kuptimin edhe nacional dhe kuptimin shtetëror, sepse kemi për obligim që dalim ballë të interesave të qytetarëve të Kosovës. Tash kjo po të vëllon pak si patetike dhe si tepër patriotike, por është një situatë në të cilën ne duhet të jemi të vendosur që interesi i qytetarëve, jeta, trupi, shëndeti, interesi nacional, prona e shqiptarëve dhe organizimi i tyre në Luginë duhet mbrohet, dhe të njëjtën kohë të garantohet që të kemi një situatë ku mbrohet jeta, trupi, shëndeti, prona e qytetarëve serb në veri të Kosovës. Duhet mbrohen edhe ata, sepse edhe ata janë pjesë e shoqënisë kosovare dhe duhet garantohet që strukturat paralele që destabilizojnë këtë pjesë të territorit të Kosovës të neutralizohen dhe të hiqen. Dhe në këtë situatë jemi në situatë ku kemi konceptin e shtetit multietnik i cili përkrahët nga bashkësia ndërkombëtare, por në njëjtën kohë kemi edhe konceptin e mbrojtjes së jetës njerëzve dhe interesave të tyre. Zonja Lama, pastaj të jap rastin edhe për të reaguar. Jeni lëvizja vetme prej spektit politik në Kosovë, e cila konsideroheni një farë forme opozit e procesit të dialogimit me Serbinë. Jeni partia vetme e cila nuk jeni ftuar nga kryeministri Thaçi për të biseduar. Si komentoni këtë? Pse nuk ftoheni ju?
them drejtën nuk e kuptoj pse kryeministri dhe me çfarë lloji autoriteti i fton partitë politike në zyrën e tij dhe nuk i kuptoj liderët e partive politike që shkojnë në zyrën e kryeministrit, veçanërisht ato që janë opozitare. Normalisht ndodh që për raste të caktuara çështje shumë të rëndësishme është presidentja ose presidenti, po themi si post, i cili personifikon rolin e unifikuesit të popullit, i cili mund t'i ftoj liderët e partive politike për t'u marrë vesh për një çështje të caktuar, ose për të dialoguar, ose për të zhbllokuar një situatë krize e tjerë. Në fakt, ajo që do duhet të ndodhte është që kryeministri duhet të vijë tek partitë politike të cilat janë në parlament, sepse është pikërisht parlamenti ai që kontrollon qeverinë dhe qeveria i raporton parlamentit. Pra, në vend që të bëhej një seancë në parlamentin e Kosovës, ku ajo letër që ka dalë me ato pika të cilat gjithashtu janë të diskutueshme, të vinte dhe të paraqitej në Kuvendin e Kosovës dhe të mos ndodhte ky lloj injorimi dhe për mendimin tim një sjellje jo shumë dinjitoze e partive të cilat kanë marrë pjesë. Ne edhe po të kishim pasur ftesë nuk do shkonim. Tani le të kthehemi tek çështja e dialogut. Për mendimin tim është thjesht humbje kohe, po jo vetëm humbje kohe, po ka kosto shumë më të lartë se humbja kohës, është edhe humbje e dinjitetit shtetëror. Pse? Sepse gjitha këto çështje të cilat janë problematike, Serbia mund t'i zgjidhë, ajo është pengesa pa dialoguar me Kosovën. Në rast se Kosova hyn në negociata, ajo patjetër do të lëshojë pe në lidhje me çështje të cilat diskutohen. E dini që ka pasur një proces të bisedimeve për përcaktimin e statusit, dhe si rrjedhoj është prodhuar plani Atisarit, ku janë bërë koncesionet maksimale të cilët shkojnë deri në Vijën e Kuqe, që është defunksionalizimi i shtetit. Në rast se kalohen ato vija, shteti nuk funksionon. Madje ne themi që shteti nuk funksionon edhe me ato vija, me ato që ka ndodhur. Por, ashtu sikur se shihet, Serbia është gjithmonë më e pangopur. Sa më shumë që shkohet dhe bisedohet, aq më shumë kërkon ajo. Shikojeni platformën. Nëse bëj pak ironi ose cinizëm, krahasojeni me memorandumin e Akademisë Serbe të Shkencave të vitit 1986. Kemi një situatë shumë të ngjashme, Serbia, kryeministri, presidenti kërkon sërish Akademisë së Shkencave Serbe për të prodhuar një dokument, pra në këtë mënyrë garanton kontinuitetin e politikës. Ky është një mesazh i cili përcillet jo vetëm tek popullata serbe atje, por përcillet tek gjithë ato që kanë qenë pjesë e problematikës që ka shkaktuar ai referendum. Pra, do të thotë, ne na vjen mesazhi që vazhdohet politika e njëjtë. Gjëja tjetër në këtë që mund të themi, se pyetet pse është humbje kohe, në këtë platformën e Serbisë, shikojeni tekstin, thot në mënyrë të tepër decisive, Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës, gjë që do të thotë që nuk do t'i bëj as ndryshimet në kushtetutën e saj. Sot zoti Dačić ka folur edhe për mundësinë e një karrige për Kosovën në OKB. Sot, po unë nuk besoj që ka ndonjë nga këtu që mund t'i besoj zotit Dačić në ato që thotë. Gjithatë është deklaratë publike. Është deklaratë publike, po deklaratat dhe veprimet e shtetit Serbisë dhe përfaqësuesve të tyre ndryshojnë shumë. Ju e dini që ato e kanë ndërtuar gjithë suksesin e politik mbi bazën e retorikës të cilin e përmendin. Ata thonë që sot në Kosovë për çështjen e veriut po interesohen për drejtat e njerëzit. Ne gjithë e dimë që kjo nuk është e vërtetë, atyre ju intereson territori. Në rast se Serbia do të ishte interesuar për të drejtat e serbëve, atëherë jam e bindur që do ta merrte planin e Atisarit dhe do t'i thurte himne, sepse nuk ka asnjë vend tjetër në Evropë ku një minoritet ka më shumë të drejta. Kështu që nuk besoj që duhet ne të besojmë në retorikën e kryeministrit serb. Atëherë, zoti Ramadani, nga regjia kërkoj të realizojnë, të përgatisin edhe një lidhje të drejt për drejt nga Prishtina, ku do të paraqitet gazetarja jonë Leonora Berbatovci, ndërkohë ju jap fjalën ju, a keni bërë gabim që keni shkuar edhe me kryeministrin në zyret e tij, përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës? Ashtu siç tha edhe zonja Dama. Absolutisht jo, Aleanca përkundrazi është angazhuar, po ashtu me një zyrtar vetë të lartë në këtë proces, në rolin e bashkënduesit të angazhimeve ose aktiviteteve për këtë proces, dhe të njëjtën kohë besoj se kjo është më gjatë një formë e mirë e angazhimit politik
pavarësisht të kufizuar në këtë proces që është shtetëror dhe nuk është proces partijak ose qeveri opozit, ose në raportin qeveri opozit, për shtet opozit. Është tepër e qartë se e thamë edhe më herët se politika serbe është duke tregu kontinuitetin e vetë. Po të njëjtën kohë duhet ta kemi qartë se ka kontinuitet humbjes. E ka humbë Kosovën, e ka pas në dorë vetë, gjithën, e ka humbë fare. Është bombardu, e ka largu mbi 100.000 trupa që i ka pas në Kosovë. Jenë këthy mbi 1 milion njerëz, po vetëm ta përfundoj. Jenë këthy mbi kontinuitet i politikës agresive, problematike, dhe këtë çështje duhet ta zgjidhim dhe është tepër problem për Kosovën çështja e veriut të matutje. Por nuk mund të matemi pse Serbia po vazhdon të njëjtën politikë dhe tash ne do të dështojmë. Ne mund të dështojmë nëse ne nuk dimë. Është tepër e qartë, nëse ne nuk jemi të përgatitur dhe nëse ne nuk i mbrojmë argumentet tona, do të dështojmë. Nëse i mbrojmë argumentet tona, atëherë do ta shohim se Kosova e ka qëndrimin e drejtë dhe rrugën e drejtë. E kemi të qartë. Plani atisorit që ka qenë, besoj që gjithë e themi se ka qenë kompromis i madh. Kompromis deri në ato që mund të quhen me drejtë deri në vijat e kuqe të Kosovës në mënyrë që të kemi funksionalitet të shtetit. Por tema dhe provizionet e atisorit nuk e kanë defunksionalizuar shtetin e Kosovës. Ne kemi pa shumë qëndrime dhe shumë komentime rreth asaj se si do ta defunksionalizoj Graçanica, komunën e Prishtinës, por kjo s'ndodhi. Po e shohim se kur farë probleme nuk i ka kushtu Prishtinës dhe Kosovës pse e kemi një komunë Graçanicës. Por problemi nuk qëndron te provizionet. Provizionet janë me ato që njihet edhe në teori të pushtetndarjes në vendet me grupe të përçara thellë, ose konstitucionalizëm që është teori e veçantë me cilën edhe e dëshmon se plani i atisorit nuk është eksperiment. Është thënë shumë është eksperiment. Jo. Ka shumë vende të botës që funksionojnë, ka dhe vende që ka dështu. Kosova ka mbetur në një farmesi i cilin mbinjen teme mund tjetë ka funksionimi. Megjithatë plani i atisorit nuk ka mundur të shtrihet në veri të nuk është problemi i planit të atisorit, është problemi ynë. Se ne nuk kemi mundur të ashtrim planin atisorit. Se zonat e mbrojtura, për shembull, që sot në zonën e Deçanit keni problem, kanë prodhuar konflikte etnik. Po pra, po kjo është ai defunksionalizimi. Absolutisht po. Zonat e mbrojtura të zgjeruara, kompetencat e zgjeruara janë burimi i tensionit vazhdueshëm. Por ajo çka neve na duhet është që me shtri autoritetin e shtetit atje. Berati e rriti pak kur tha Qindramia në trupa paramilitare janë veri të Kosovës. Mund tjetë Qindra ose mund tjetë Mira. Mos i bashkojmë se ajo delë si një invazion tepër i madh, po ky problem duhet të adresohet. Tash, janë disa, realisht janë dy alternativa, alternativa e forcës edhe alternativa e bindjes bashkisë ndërkombëtare, këtë rast KFOR-it dhe EULEX-it përmes Brukselit dhe Washingtonit, që të ndihmojnë në largimin, nëse jo largimin e vullnetshëm të Serbisë, në largimin e dhunshëm të strukturave paralele atje. Hajde ta themi që hipotetikisht ky proces i dialogut po dështon. Dhe që nga nesër ose pas nesër nuk do të ketë më dialog. Çka do të ndodhë në veri? Kush është mekanizmi i cili do t'i largoj trupat e strukturat ilegale të sigurisë dhe inteligjencës së Serbisë në veri të Kosovës? Zoti Gashi. Cili është? Unë po ju them se është KFOR-i, EULEX-i dhe shteti i Kosovës. Asnjëri veç e veç. Por për ta pasur KFOR-in dhe EULEX-in, ne duhet t'i fitojmë argumentet. Dhe këtë çka duhet t'i bëjmë, jo vetëm i kemi, po duhet t'i fitojmë politikisht. Ne argument që e fiton është nëse bashkia ndërkombëtare kërkon që së bashku të uleni në tavolinë. Dhe nëse Serbia largohet prej tavolinës e tij e fitova argumentin. Para se tim tek kjo tash nëse ti mendon se janë naiv, faleminderit. Interpretimi tash si argument. Interpretimi thash është patjetër. Ne arsyetojmë shtesë këtu
u folë për Kërkoj nga regjia të bëjnë gati lidhjen mungesë dignitetit të kryetarëve të partive ose anëtarëve të partive që kanë shkuar kanë taku kryeministrin. Ne qëndrimi jonë për kryeministrin se si ka ardhur, me çfarë procesi ka ardhur, është bërë kryeministri, çfarë lloj qeverisje ka Kosova, ato nuk ndryshojnë. Dhe nuk bëhet fjalë këtu për dignitet, dhe kur bëhet fjalë për përfaqësimin e interesit të qytetarëve të Kosovës, besoj që zoti Mustafa e ka dëshmuar në vazhdimsi që është gatshëm me shku edhe në çdo institucion ku është arsyeshme për të mbrojtur interesin e qytetarëve të Kosovës, dhe këtë rast interesin e shqiptarëve në përgjithësi, dhe jo për të mbrojtur dignitetin apo teket personale dhe për të mos taku. Ne dim se qeveria është me vota të vjedhura, ne dim se qeveria është e shantazhueshme, dim krejt këto probleme. Pikërisht për këto arsye, kryetari Mustafa ka vendosur që të takohet me kryeministrin dhe t'i thotë që këto probleme janë probleme madhore që dalin jashtë një sferet në interesit caktuar, dhe këto probleme nuk guxojnë të lejohen të ndodhin dhe nuk guxon të shkohet rikonfirmim i përbashkët dhe njëherë i vijave të kuqe, të cilat nuk guxojnë të kalohen. Sa i përket shtrirjes së autoritetit në veri, kjo do të varet shumë nga rrethonat të cilat krijohen, nëse krijohen nesër. Unë mendoj se nëse Serbia, mendim personal këtu, nëse Serbia ka për qëllim me heq përmendore në shqiptarëve në Preshevë, më mirë është me heq nesër se me heq mas 2 javë. Është mendim im personal, sepse me heqjen e përmendores nesër do të krijohet një rrethon tjetër, rrethon e barazvlerësimit të raporteve dhe interesave të shqiptarëve dhe interesave të serbëve. Dhe në këtë rrethon do diskutojmë me një gjuhë tjetër dhe me një argumentim tjetër përballë faktorit ndërkombëtar. Dhe në këtë rast do të kishim edhe një element tjetër, elementin e efektit zinxhiror. Bashkia ndërkombëtare duhet ta sqarojë qartë përballë shqiptarëve, përfaqësuesve shqiptarëve në këtë rast, dhe përfaqësuesve të serbëve se as qëndron brapa konceptit shtetit multietnik apo qëndron brapa konceptit shtetit monetnik. Nëse shkohet me shtetin monetnik, do të shohim çka do të ndodhë pikëpari me Serbinë, me pjesën e Vojvodinës dhe me pjesën e Luginës, çka do ndodhë me Maqedoninë dhe çka do ndodhë me shtete tjera. Efekti zinxhiror është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe jashtëzakonisht i rrezikshëm. Dhe në këtë situatë, shqiptarët nuk mendojnë se duhet me pas komplekse. Komplekset tona duhet hiqen dhe ne duhet sillemi si njerëz që kemi vizion dhe si njerëz që kemi një qëllim, integrimin evropian, por që kemi edhe një mision të mbrojmë interesin e shtetëve. Zikashi, qëndrojmë te kjo pikë, do të jap fjalën edhe juve zoti Buzhala, por shkojmë një lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina, nga qendra e Prishtinës me gazetaren Leonora Brbatovci. Leonora, apo dëgjohemi? Po, Donat, përshëndetje në studio. Jemi vetëm 2 ditë para rinisjes dialogut politik mes Prishtinës dhe Beogradit që pritet të mbahet në Bruksel. Në vazhdën e këtij dialogu, realisht kohëve të fundit kemi parë zhvillime të shumta, sidomos në pjesën e Serbisë në Luginën e Preshevës, ku ka pasur përkeqësim të situatës rreth përmendores së UÇK-s. Për këto çështje do të flasim me analistin Driton Lajqi. Mirëmbrëma, zotri Lajqi. Mirëmbrëma, përshëndetje. Sa jeni optimist se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit që pritet të rifilloj, ku veriu tashmë është konfirmuar si temë, do të arrijë të normalizojë raportet mes këtyre 2 shteteve, ashtu siç është thënë nga politikanët? Pa, akoma nuk mund të themi se veriu është nocion politik, edhe me tutje që mund të flasim se është nocion gjeografik, dhe bëhet fjalë që jemi më të saktë për normalizimin e jetës së qytetarëve shqiptarë dhe serb që jetojnë në 3-4 komunat e banuara me shumicë serbe. Dhe natyrisht se ne duhet të jemi jashtëzakonisht optimistë, sepse nëse marrim dhe e shohim historinë e konferencave, dialogjeve, bisedave për Kosovën, Kosova dhe institucionet e saj janë në pozicion më të mirë të mundshëm, që nga Vjena, Rambujeja dhe pastaj edhe presidenti Ahtisari me ecjet e tij dhe takimet e tij që i ka bërë në vende të ndryshme të botës dhe Evropës. Dhe mendoj se nuk ka nevojë as të dekurajohemi, as të entuziazmohemi nga deklaratat e kryeministrit të Serbisë apo të presidentit. Kosova, institucionet e saj dhe qeveria duhet të përqendrohen në interesin e qytetarit të Kosovës. Natyrisht se në 3 komunat e banuara me shumicë serbe, ku është dora zgjatur e Serbisë, ajo e cila krijon problemet më të mëdha, aty duhet të përqendrohemi që atë dorë ta heqim jashtë. Natyrisht se kjo ka çmim dhe në mënyrë që Kosova në territorin e saj, respektivisht në 3 komunat, të realizojë maksimumin e mundshëm. Ne gjithashtu duhet të jemi realist në qasjen tonë, në pozicionet tona,
në 3 komunat e banuara me shumicë serbe nuk kanë pushtet të plot, as Euleksi, as institucionet e Kosovës, as policia e Kosovës. Pushteti më i madh dhe më i fortë është nga KFOR-i, i cili ruan kufijtë e Kosovës, dhe tashmë kemi edhe shtrinë e institucioneve të Kosovës në kuadër të konceptit, të zbatimit të konceptit të menaxhimit të integruar të kufive, ku ka policë, doganier dhe përfaqësues të Euleksi. Do të thonë përgjithësi është një situatë e breshtë, mirë po në mendoj se është më e mirë se çka qenë. Nuk është më e mirë e mundshme, mirë po kjo është situata reale. Në anën tjetër kemi zhvillimet në luginën e Preshevës, kemi deklaratat e zyrtarëve të lartë Serbisë se do ta heqin atë përmendorën e UÇK-s, qoftë edhe me dhunë nëse nuk e heqin vetë shqiptarët. Dhe kemi edhe momentin kur përfaqësuesit politik të luginës sot kanë kërkuar nga kryeministri Thaçi për krahje, do të thotë për të çuar më tutje interesat e tyre. Sa realisht kryeministri mund të flasë në emër të shqiptarëve të luginës në dialog, duke qenë se edhe Serbia po interesohet për serbët që po jetojnë në pjesën veriore? Mendoj se në radhë parë nuk duhet të tërë vëmendja dhe të tërë problematika të vendoset, të përqendrohet të përmendorja. Natyrisht se përmendorja është e rëndësishme sepse flet për një të kaluar të dhëmshme të shqiptarëve të Preshevës, Bujanovcit dhe të Medvegjës në kuadër të Serbisë zyrtare. Mirë po duhet përqendruar të probleme tjera të cilat jetojnë shqiptarët, janë problemet ekonomike, problemet sociale, problemet e edukimit, shkollimit, tatimeve, taksave, kulturës, identitetit kulturor, dhe këto do të ishin problemet e cilat e shqiptarët, përfaqësues të shqiptarëve të luginës e Preshevës t'i sensibilizojnë, po flas këtu në thojza në kurrës të përmendorjes. Ne duhet jemi të vëmendshëm sepse po them në kështu në metaforike nuk duhet të vrapojmë mazgurva, ata janë të rëndësishëm. Mirë po sepse shpesh Serbia na konsideron neve si jo shumë njerëz diplomatik dhe ne duhet marrim shpesh mësim edhe nga diplomacia e Serbisë dhe mos përqendrohemi 100% aty. Është më rëndësishme shqiptarët e luginës ta sensibilizojnë këtë problem i cili veç ka marrë hovë dhe natyrisht mund të luajë rol edhe Kosova. Të jemi realisht, Kosova nuk mund të bëjë shumë, sepse ka kapacitet kufizuar, ka probleme me brenda teritorit, por e dim nga problemin e Veriut dhe probleme tjera. Unë mendoj se rol më të madh mund të luajë Shqipëria, e cila është anëtare e OKB-s dhe e cila ka përfaqësinë e vet diplomatike në Beograd, gjithashtu edhe Serbia në Tiranë, dhe unë mendoj se roli i Shqipërisë si anëtare e OKB-s edhe e cila është në anëtare në shumë organizata do të ketë më shumë ndikim në sensibilizimin dhe ndërkombëtarizimin e shqiptarëve të luginës së Preshevës. Zoti Lajçi, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për bisedën. Donat, linja për ju në studio. Atëherë, Eleonora, të falenderoj juve dhe mysafirin për kontributin dhënë për emisionin Target. Atëherë, zoti Vuzhala, zoti Gashi ngriti idenë e asaj se në rast se rënohet ky monument mbase edhe mund të aktualizohet edhe më shumë çështja e shqiptarëve në luginën e Preshevës paralelisht me shqetësimet e serbëve në veri të Kosovës. Ajo që kam pengon mu, që spajtona me zotin Gashi, është reciprociteti me palën serbe, në kuptimin e dhunës. Nëse ata përdorin dhunë ndaj qytetarëve, forcë, ose shiko, kreativiteti ju është i varfën për krimet që janë gjendje mi bo shteti serb, tradicionalisht. Na i natë varfën edhe me mendu lahtarshëm sa munden ata më bo keq. As nuk jemi të gatshëm me mendu. Lem tash ta. As nuk duhet me mendu. Mirë. Na duhet me reagu me forcën e shtetit brenda kornizës ligjit. Arben, vetë ta tham. Unë mendoj që na ndomas na duhet më sill si shtet normal, do të më zgjidh problemet tona. Mirë po, asesi na nuk duhet më na shku mendja që na nëse ata vrojnë na me vrapë. Mendoj kjo logjik nuk vjen shprehje, si mas mendimit tem. Mirë po, unë mendoj që gjithashtu nuk mendoj që duhet më bo keq për më bo mirë. Ajo që ka thashune është që qytetarët atje duhet më tregu gatishmëri me qëndru për lirit e tyne. E kanë mbështetjen politike edhe lobimin edhe të Prishtinës edhe Tiranës. Sa i shërben kjo mbështetje? I shërben shumë, dikush u përmend për ndërkombëtarizimin. Fakti që flitet në Bruksel, sado që thuhet, edhe në fillim për Kosovën kanë thonë që është çështje e brendshme e Jugosllavisë në atë kohë. E mbani mend gjithë.
kur është thonë që nuk do të dërhyhet se është çështje e brendshme, e në fund doli që s'është e brendshme. Në momentin kur flitet në Bruksel, në momentin kur flitet në Washington, edhe përkundër faktit që thonë është çështje e brendshme e Serbisë, ajo është bërë çështje e jashtme e Serbisë. Pra unë mendoj që duhet pala jon atje, po mendoj vëllezërit tanë atje më uquë me mbrojt liritë e tyre, edhe nëse Serbia ndërhyn me forcë, ajo vetëm e demaskon e tregon edhe i herë fytyrën e vet vërtet. Ali ma përmend vitin 1989, nëse e man me s'ke qenë 1989 këtu kur u bë memorandumi i Serbisë, po na kemi 86-ën, as atëherë s'ke qenë. S'ka rëndësia kam qenë. Jo, ka rëndësi shumë. Se 1986-ën Miloševići ka marrë fjalimin për Kosovë. Pro Serbia me dhunë. Ke qenë për ato mitin të ku ka marrë fjalimin? Mirë dhe, a ke qenë po ti s'ke qenë Kosovë heq. 1986 ka qenë Miloševići e me dhunë edhe me krime ata kanë humbë Kosovën. Pra nuk fitohet sot në Evropë. Edhe në Washington nuk mundesh me fitu me drejta me dhunë. Pra na drejta tona e kena fitu kur ju kemi përgjigj dhunës, e cila ka qenë ekstreme serbe. Kemi rezistu pasivisht edhe aktivisht 10 vite, kemi rezistu, kemi lobu, e kemi binë faktorin ndërkombëtar që na jena njerëz, jemi qytetar, edhe kërkojmë ma shumë drejta. Pra, një shtet nuk diskreditohet prej sasis, kuantitetit dhe kualitetit drejtave. Shumësia drejtave nuk e pri shtetin. Shteti ju mundet mu rreziku prej mungesës drejtave. Pra nëse na minoritetëve ju dhojmë ma shumë drejta, tjeni të bindun që na nuk kena me rreziku shtetin e Kosovës. Kjo është demagogji. Në rast se ti një minoriteti ose kujdo grupi jep më shumë të drejta sa diskriminon shumicën, atëherë ti vetëm e ke rreziku balancin. Se kjo e përmend ftesën e kryeministit për mungesën për opozitë. Unë me shumë dëshirë nuk kisha ul as këtu, po mendoj se nuk lejoni me përfundu fjalin. Unë po të them, e drejta jame është me thonë e kur vjen radha përgjigjesh. Pra, unë debati është i hapur zot. Ti kesh nderin tulesh këtu me ne tani për atë punë. Jo po. Myteneri. Unë mendoj ditë me gjyku gjërat drejt duhet me kuptuar. Unë mendoj që na si shtet, unë personalisht mendoj kemi pak drejta. Pra të gjithë kanë ma pak drejta se sa duhet. Edhe qytetari shqiptar, edhe matutje nuk i gëzën drejtat. E përmeni beni, pajtona, ka problem me ligjin, ka problem me edukimin, ka problem. Jemi shtet i ri, një pjesë të fajt e kina gjithë këtu për mendoj, gjitha forcat politike. Gjithë këtu, kryesore ka qeveria, po së mund është ti tani me na fut me ta. Vazhdoni fjalin tuaj, do t'ja prasin edhe juve. Unë mendoj që na du të mjullon drejta edhe serbëve, edhe turqve, edhe shqiptarve. Pra shteti jonë du të më konë gjeneroz, du të më konë na, du të mi përngja shteteve që dojnë që sa ma shumë drejta. Jo shteteve, nëse na sot i kufizojmë drejta minoritarve, nesër kena mi u kufizu vetit. Sepse shteti, ose autoritetit që udheqin me shtetin, du të mu ushtru me dhonë drejta, gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. E në këtë rast edhe pale serbe, edhe qytetarëve serbë, na du të mi bindë ata, na du të mi bindë me mjetë, me njërë ligjore. Do na që kohën se më duket se këtu po jo, se është i fundit që mori fjallën. Unë e kur keni folë ju gjithë, edhe ju të tregu tolerant. Pra unë mendoj që na du të me bindë bashkësinë ndërkombëtar dhe bashkimin evropian që na serbë do t'i trajtojmë si qytetarë të renit, si kur janë edhe shqiptarë. Kjo është ajo letër që na du të me bindë bashkësinë ndërkombëtare, që na jena shtet ligjor, që na jena shtet ku funksionon e drejta, edhe serbë do të integrohen në institucionet tona. Po, atëherë, po, zënë. Natyrisht, jo, nuk duhet merrem kush ka qenë tash e kam qenë në Kosovë. Jo, për këtë anën përballëtore, jo ato personale që i bëni, asnjë nuk dua t'i jap hapësi. Me që foli për drejtat e njerëzit, dhe kjo është shkelje e drejtave të njerëzit. Mirë. Jo, po flisim për këtë. Natyrisht që serbët dhe çdo minoriteti duhen të ju jepën të drejta. Mirë po, ata serbë, një pjesë e tyre që jetojnë veri, nuk e kam fjallën për qytetarët e zakonshëm, të cilët janë në një presion të jashtëzakonshëm. Unë vetë kam qenë gazetare dhe kam shku shumë herë në veri. E dini, kam raportu dhe kam folë me ta. Ata janë të terrorizuar nga disa banda kriminale. E pra këto bandat nuk janë të interesuar për të drejta. Këto bëjnë terrorin aty. Dhe shteti i Kosovës duhet të përdor mekanizma që i përdor çdo lloj shteti normal për të kapur disa njerëz të cilët janë pjesë e këtyre bandave dhe ushtrojnë të lloj terrori që ndodh në veri. Tani, ajo çfarë po ndodh në këtë dialog, se ne kemi temën që duhet flasim për dialogun, është që kemi deklaratat vazhdueshme të kryeministrit Kosovës, i cili thotë që
për veriun nuk do flas kurrë me Serbinë sepse është çështje brendshme. Lexoni letrën e cila ka dalë sot. Po, nga në çdo moment madje ishte gdhëndur gjuha dhe këto strukturat më nuk quheshin struktura kriminale. Maja Kociançi, që ti ndihmoj kësaj ide. Veriu i Kosovës që nga fillimi ka qenë në qendër të dialogut sepse atje ka pasur më së shumti probleme, ka thënë sot për Agjencinë Serbe të Lajmeve Tanjug Maja Kociançi. Po pra, domethënë kemi një ndryshim të madh të deklaratave nga ajo që ka thënë kryeministri deri para pak kohësh me situatën e tanishme. Po thoja për dokumentin i cili ka dalë sot nga zyra e kryeministrit. Më nuk quheshin struktura kriminale, por strukturat serbe në veri. Nga kriminale befas fshihet fjala, domethënë struktura ilegale. Fjala kriminale fshihet fare. Që do thotë që ka filluar të ndryshojë diskursi, domethënë këta persona të cilët ushtruan terror, shkelën drejtat e njerëzit, kryen krime atje në Kosovë, befas po amnistohen. Cili është propozimi vetëvendosës, çfarë duhet bërë me këta njerëz në veri të vendet të cilët nuk po me këto strukturat paralele, strukturat kriminale? Mendoj që duhet veproj sundimi i ligjit. Duhet të veproj ligji persona të cilët janë të inkriminuar. Po ta mbaroj tani se s'kom lëmë fol. Po e tjerët nuk i ndërpryet. Jo, ndërpres mos e kipo. Mos e. Ja, lutem vetëm vazhdoni. Është në rast se ti ndërpret çdo moment, domethënë unë filloj një fjali e le për gjithë. Është pjesë e përgjegjësisë time t'ju vëj pyetje aty kur mendoj se duhet bërë. Sapo e bëre pyetje, nisa përgjigjen pra bëre pyetje tjetër. Tani, thash që personat të cilët janë të inkriminuar, nuk negociohet me këta persona. Nuk negociohet me krimin, është fare e qartë. Një person që kryen krime duhet të shkojë atje ku ka vendin, prapa grilave. Kemi pasur disa kriminal të famshëm në veri. Janë arrestuar nga Uleksi, siç është bërë, kanë negociuar, befas prap kanë qenë të lirë. Pse? Sepse pritet që zhvillohet një dialog i cili vjet, kur flisnim ne që ky do të jetë dialog, jo thonin ky është teknik, nuk flasim për çështje politike me veriun, befas sot na bëhet dialog me veriun. Pra, kemi një mungesë sinqeriteti edhe nga ana e Bashkimit Evropian, por sidomos një naivitet total nga ana e qeverisë Kosovës. Qeveria ka probleme me fytyrën e vet, me imazhin e vet, dhe është qeveria shantazhuar dhe për këtë arsye, çfarë do që ti propozohet e pranon. Kjo është e vërteta e madhe e këtyre bisedimeve. T'jeni të sigurt, spaku ky është mendimi im personal që Kosova po humbet atë që e ka fituar me shumë mundë dhe gjak. Në këto bisedime dhe në këto veprime të cilat i shoh si shumë të papërgatitura dhe të papjekura. Përfunduar, po. Okej. Zoti Ramadani, për njëjtën çështje. Po, definitivisht besoj se janë disa tema për cilat mund të flitet, sepse realisht ne kemi dështuar, thashë më herët, kemi dështuar në shtrirjen e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në atë pjesë të vendit dhe ky proces të paktën ne si aleancë pikë diskutimit se pjë ndërprej edhe ju. Pjesë e diskutimeve është, domethënë, shuarja e strukturave paralele në veri. Cili është konteksti në cilin mund të diskutojnë sipas jush, domethënë qeveria e Kosovës dhe qeveria e Serbisë për të shuar këto struktura? Hajde ta bëjmë kretë paktën për bindjes time dhe për interpretimit naiv ato se si do të mund të diskutojë me në tavolinë një situatë e tillë dhe po flasim për verën e Kosovës. Pasi që kemi hyrë në bisedime. Dhe unë po e përsërisë një herë se Aleanca e ka paralajmëruar shumë herë që nëse s'bën këto veprime do të shtrirje ose aktivitete për shtrirjen e kushtetueshmërisë atje do të përfundojnë në tavolinë bisedime. Dhe kemi përfunduar dhe në atë moment nuk kemi dashur të jemi anash. Dhe hajde ta shohim. Po flasim për struktura ilegale, sepse besoj që nuk do të mund të diskutojë dhe s'ka logjik të negociojë për struktura kriminale. Për struktura ilegale që ka të bëjë me siguri, që ka të bëjë me gjyqësinë, që ka të bëjë me arsimin, që janë edhe struktura paralele, po të njëjtën kohë edhe ilegale, me shëndetësinë edhe këto. Hajde ta marrim një shembull këtë konkret. Si do të konsolidohet struktura e sigurisë Kosovës, e policisë Kosovës, një prej segmenteve të sektorit sigurisë, në verën e Kosovës, në ditën që ne themi se prej sot duhet të largohen gjithë. Ose prej ditës që Serbia i largon pas presionit dhe po e përsëris, pas presionit madh që duhet t'ja bëjë basia ndërkombëtare. Ndryshe, janë forma tjera që mund të ketë konflikte tjera për të larguar. Ose ta marrim shembullin drejtorin e shkollave.
drejtorës të shkollave atje. Po. Cili do tjetë mekanizmi, periuda, a do tjetë sot ai drejtor i paguar nga Serbia dhe nesër drejtor i paguar nga Kosova, apo do të ketë një fazë ndërmjetme 3 muaj, 4 muaj, derisa të shpallët konkurs për të pasur drejtor të asaj shkolle, dhe derisa një person që pranon sistemin e Kosovës pas intervenimit Serbisë të Serbia, duhet të thotë atyre pranojnë sistemin e Kosovës. Tash, hajta marrim që drejtorin e shkollës në Zveçan. Sot është drejtori i shkollës që paguhet nga Serbia me plan programet Serbisë, me gjitha këto nuk e njeh shtetin e Kosovës. Dhe nesër vendoset që strukturat paralele të arsimit të largohen. Tash, kush është drejtori i shkollës aty? Apo do t'i lëmë nxënësit pa shku në shkollë? Kjo është tema për cilat mund të biseduhet. Dhe këto janë tema në cilat, po flasë praktikisht, duhet të shohim se si zgjidhen. Tema tjera, sa i përket grupeve kriminale, bondave kriminale, besoj se nuk ka lënë mes dikën që të bisedoj në negocioj për amnestimin e tyne. Nëse ka amnestim... Foli për drejtorët e shkollave, që marrin një rrogë. Unë fola për mungesë lirie qytetarëve të zakonshëm atje. A fola për mungesë lirie. Tash po i përzin Alma të Jo, s'po i përzin. Qytetarët e zakonshëm nuk janë lirë. Unë po më shumë ndërprej. Po jap disa shembuj. Unë nisem nga ajo që thash unë. Më intereson Burim, zoti Buxhala, diskursi politik i zotit Daçit sot sikur ka ndryshuar diçka, duke i përmendur Kombet e Bashkuara, mirë pa ai ka thënë se çka mendojnë ata duke i referuar qeverisë Kosovës, që ne do t'japim çdo gjë, ngrem fon pyetje këta. Si konsiderani, domethënë, këtë ndryshim diskursi, cili është ajo taktizimi, thema, ose strategjia serbe në relacion me Kosovën, duke pas parasysh, kujtoj që edhe zoti Shala në qershor, zoti Blerim Shala ka thënë se në qershor të gjitha marrëveshjet kryesore do të përfundojnë me Serbinë së zgabon. Ky ndryshim duket se ka një ndryshim kaq të madh të diskursit. E vërtet, zoti Daçić në raport me presidentin Nikolić atje, njëri është më i butë në retorik, tjetri është më agresiv. Nikolić është vazhdimisht linjën e ashpër, Daçić e ka linjën më të butë. E mbaj mend ato deklaratat për kishën ortodokse që i tha s'keni nevojë mu përzin politikën në Kosovë sepse shteti merret me këtë çështje. Ka bërë vazhdimisht disa deklarata, kjo e fundit ishte që Kosova do ta ketë një ulse. Zoti Daçić është më në rrjedha me Brukselin, sepse ai është njeriu që i bart negociatat, edhe ne gjithë dim që Serbia ende nuk ka datë për fillimin e negociatave për antarësimin e BE, edhe sigurisht këto do të jenë kushtet, po mendoj disa prej kushteve. Prandaj unë po bërtas edhe po tham që ne është Brukseli edhe Washingtoni partner ton që vetëm me ta ne mund të realizojmë edhe kthimin e shtrirjen e integritetit në fund plot në veri të Kosovës. Jo me dhunë, jo në mënyrë unilaterale, është e pamundshme. Ne në bashkëpunim me Bashkinë Ndërkombëtare kemi arritur këtu ku jemi, edhe ky partneritet duhet mu shku deri në fund. Në fakt në veri deri tani s'kemi arritur, s'kemi pasur ndonjë sukses. S'kemi pasur ndonjë sukses, kemi pasur vetëm është aksioni 25 korrikut, të cilën pjesën e veriut ka shndruar çështja ndërkombëtare, si do ta shndrojë. Jo, të lutem, vetëm bashkë. Suksesi 25 korrikut është vendosja e pikave doganore në veriun e vendit. Doganierë vendos mas diskutimin në Bruksel javën e kaluar. Jo, ata kanë vazhduar, është legalizuar me Putja në diskutime ndërkombëtare. Policë dhe doganierët e Kosovës kanë shku me helikopter vazhdimisht në pikën doganore në Jarinje. Me dështimin e 25 korrikut. Shqyqyr që po na shohin doganierët edhe ata dinë që kanë nejt atje. 25 korrik ka dështu. Janë doganierët që kanë nejt atje, janë shqiptar, vazhdimisht. Edhe policë, pas aksionit 25 korrikut, ata janë vendosur. Shëndësi ka qenë vendosur me helikopter, po është territori pushtuar pra. Kush është i pushtuar? Veriu është territori pushtuar. Sovraniteti jonë është vendosur me vendosjen e tyre në pikën kufitare. Po nuk është vendosur me Arpolenja këtë retorik boshe. Shish shko vendosi ti, pse kështu flitet, ai shko vendosi ti. Po si? Unë dashur me thonë diçka 25 korriku, nëse tërheqim një paralele reciprociteti, 25 korriku do të jetë 16 janori i përshevës nësë ata sërë. Unë insistoj në kuptimin e ndërkombëtarizimit problemit.
Po flas për ndërkombëtarizim problemit. 25 korriku. Temat janë komplet ndryshme. Komplet ndryshme janë temat. 25 korriku kanë ndërkombëtarizuar pjesën çështjen e Veriut. Situatë ku ata njerëz nuk e njohin sistemin e Kosovës, nëse ndërhyet me vonë do të ndërkombëtarizohet pjesa e Preshevës. Prandaj mendoj se kemi një situatë paralele dhe këtë situatë krijuame, mendoj se duhet t'i dalim përballë bashkarisht. Nuk është një situatë për cilën nuk është një situatë për cilën ne duhet jemi i natët personale, i natët partijake, problemet partijake. Kjo është një situatë mbi partijake. Është një situatë nacionale, bile ka dalë një situatë mbi nacionale. Është një situatë e Kosovës bashkëpunim me Bashkimin Evropian për të zgjidhur problemet. Edhe Serbia pranon që Lugina është problem, edhe Kosova pranon që Veriu është problem. Ishëm duke diskutuar mes në këtë linjë. Ndërtimi i një linje të komunikimit me Bashkimin Evropian si bashkëbisedues dhe garantues i bashkëbisedimit dhe Shteteve të Bashkuara për pjesën e Veriut. Po tashmë po hyn në agjendë edhe Lugina është një çështje shumë e rëndësishme dhe besoj se këtu nuk guxojmë të kemi interesin, dinitetin personal, inatin personal apo edhe problemet të brendshme. Ne kemi problemet të brendshme, nuk i mohojmë problemet të brendshme. Po interesi përgjithshëm është interesi përgjithshëm për cilin ne duhet të angazhohemi. Dhe në këtë rast jemi në situatë të tillë. Dishëm duke diskutuar për diskursin e politik të zotit Dačić tash. Edhe pastaj do t'jap fjalën ju zonja Lama. Si e mendoni, a mendoni se do të prodhoj rezultate të reja të bisedimeve kë, edhe a do të mund të rrezikohet këto bisedime në Bruxelles si pasojë e zhvillimeve të fundit në Luginë të Preshevës? Definitivisht ka reflektime, po mendoj. Shqiptar dhe Serb janë në atë pjesë, shqiptar dhe Serb në këtë pjesë. Gjashmerit mundën mësë më qenë të njëjta, mirë për reflektime ka, përdorimi dhunës atje ose përdorimi forcës do të ndikoj të pala jonë ose e kundërta, mirë po unë besoj që deklarata që ju përmendit të kryeministit Dačić janë sinjale për opinionin serb që Serbia po përgatitet që Kosovën ta njohë si një entitet pavarur në Kombet e Bashkuara. Tash kjo është një zgjidhje që do të japte rrugë shumë gjanave në Kosovë. Edhe nëse pala jonë, unë mendoj që do të jemi shumë të kujdesshëm edhe të përgatitur që mos jemi ne fajtor që ndërprehen bisedimet, mirë, por ne asnjëherë nuk duhet që t'i shmangemi nëse pala serbe ka kërkesa absurde, sikur është platformat e ndryshme që janë të aprovuar në kuvendin e Serbisë, apo memorandumet ndryshme që pe Akademisë Serbe, ato janë të papranueshme që tulesh me to të bisedosh edhe në tavolinën e bisedimeve. Mirë, po çështja e telekomunikacionit, çështja e energjisë, çështja e vendosjes fatit Kosovës për pjesëmarrjen në Kombet e Bashkuara janë jetike dhe mendoj që janë vetëm të mirë në qytetarëve. Atëherë, zonja Lama, keni pasur kontakt edhe me përfaqësues të faktorit ndërkombëtar ose lëvizje vetë vendosje rreth situatës krijuar dhe kanë marrë opinionin e ju se çka duhet bërë? Po, natyrisht, takimet janë të shumta dhe ne nuk kemi ndonjë për të fshehur ato që i themi publikisht, ua themi edhe përfaqësuesve të Bashkisë Ndërkombëtare, po të kthehemi pak te kjo çështja e diskursit, se kjo është shumë e rëndësishme. Shiko, diskursi dhe retorika mund të ndryshojnë dhe serbët shquhen për këtë lloj përdorimin e retorikës. Por çështja është kjo, që ne nuk mund t'i marrim me lehtësi, me shumë lehtësi, gjërat që ato prodhojnë, në kuptimin që është prodhuar një rezolut në Parlamentin e Serbisë, sapo është miratuar, është prodhuar një platformë e cila ka vendosur vijat e kuqe për ata, dhe kemi deklarimet e kryeministrit dhe të presidentit që do të veprojnë brenda këtyre dokumenteve. U morë si me lehtësi dhe me shaka, nëse ju kujtohet edhe në vitin 2006, kur u bërë një referendum në Serbi, për ta futur Kosovën për herë të parë pjesë të Serbisë. Kosova asnjëherë nuk ka qenë pjesë e Serbisë, pjesë territoriale, ka qenë pjesë e ish Jugosllavisë. Në 2006 është futur gjatë kohës që zhvilloheshin bisedime mes Kosovës edhe Serbisë për përcaktimin e statusit. Sot AINEN në kushtetutën e Serbisë është udhërrëfyesi e tyre. Ata thonë që ne nuk mund shkelim kushtetutën, prandaj sillemi kështu. Kështu që edhe këto rezoluta dhe platformat të cilat miratohen janë shumë të rëndësishme sepse ata sillen brenda tyre. Në fakt, i kanë bërë dokumente që po merren parasysh nga Bashkimi Evropian. Tani, nëse hym pak më në detaje, çfarë kërkon Serbia? Çfarë kërkon Serbia? Serbia e ka shprehur fare qartë çfarë kërkon. Kërkon autonomi territoriale për Veriun. Edhe Albert Rohan, një nga prodhuesit, si themet, Pakos Atisarit, ishte kundër kësaj autonomie.
Besoj që e kemi qartë. Do me thonë, autonomi, ajo Serbia, përmen në rastin e Katalanjës, jo rastësisht, të një shteti, merr një territor autonom të një shteti cili nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, në mënyrë që edhe aty të krijojë një lloj lidhje, kontakti me Spanjën, dhe tek e fundit e merr këtë rajon autonom në mënyrë që kur të vi puna tek dhënia lëshimi pe, mbas edhe Spanja thot pse jo, përderisa unë ja kam dhënë Katalonisë autonominë, le t'ja japin edhe këta. Do të thënë në mënyrë shumë djallëzore dhe perfide arrin të prodhojë një platformë të tillë, e cila veçse është në tryezën e bisedimeve. Dhe këtë e ka thënë pikërisht kryeministri i Serbisë. Zoti Ramadani? Po, definitivisht. Megjithatë, për fund, po besoj për pjesës teme. Është një qartësi, ato që po thotë Dalma, çka po do në Serbia. Ka qartësi. Edhe kjo është e mirë në krejt proceset që po ndodhin në rajon. Se po e dim fare çka po do në Serbia. E kemi ditë më herët që ka dashur edhe shtëpinë tem Suarek me marr. Se në ka largu krejt për aty, po nuk është. Kërkesat e saj janë tjera, po kërkesat tona janë të njëjta që prej 90-ta. Kërkesat tona nuk kanë ndryshu, dhe argumentet tona nuk kanë ndryshu, këtë duhet të mbojmë dhe të mos gabojmë. Po nëse gabojmë, ne gabojmë, nuk fiton Serbia, po ne humbim. Nëse ne nuk gabojmë, dhe qëndrojmë fuqishëm, gjitha institucionet, dhe po e them kryekput për qeveri, dhe institucionet tjera që janë të angazhume në këtë proces dhe proceset tjera. Nuk duhet lëshohet pe në asnjë element që spari ndikon në nevojën për ndryshime kushtetuese dhe elementi dytë që defunksionalizon shtetin e Kosovës. Këto dy elemente nënkuptohet se po janë pjesa tjetër e rezolutës, suvereniteti, gjitha këto për cilat nuk kemi besoj nevojë që t'ja themi prapë qytetarit. Po nuk duhet të ketë ndryshime kushtetuese pas këtij procesi dhe nuk duhet të ketë defunksionalizim shtetit Kosovës pas këtij procesi. Dhe çka mendoj unë që defunksionalizon, mendoj se autonomia territoriale e defunksionalizon. Sepse serbët në Kosovë kanë autonomi territoriale. Dhe kjo nuk duhet të kalojë në autonomi territoriale. Prandaj argumentet janë kërkesat tona, po e përsëris me qëllim prej 90-s deri tash janë të njëjta. Shteti i Kosovës sovran, demokratik, me respektim të gjithë qytetarëve, me drejta shtesë për serbët, për minoritetet. Edhe 90-ta ka qenë në bindje jona dhe formulim politik i yni. Prandaj, Serbia po i ndryshon kërkesat, ka pasur mundësi më të mëdha, sot ka vetëm politika ose retorika politike, edhe ne nuk duhet të ndryshojmë, për ndryshe kemi probleme tjera. Zoti Gashi, e përmendëm se edhe zoti Isa Mustafa ishte pjesë e takimit te kryeministri, mirë po i druheni kompromiseve të mundshme që mund të bëjë qeveria, kuptimin e autonomisë në veri, edhe konsideroni se do të ndryshoni qëndrim apo si? Besoj se pikërisht qëllimi i takimit zotit Mustafa ose pjesëmarrës këtë takim ka qenë ky, që ti rikonfirmohet qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe këtë rasti qytetarëve të Kosovës, të atyre që përfaqësojmë ne, se nuk guxon të preket as rezoluta e kuvendit, as pakoja e Tisarit, as kushtetuta e Kosovës, nuk guxon të ketë ndryshim të zonës doganore, zona doganore e Kosovës do të jetë unike dhe nuk guxon të ketë ndryshim të sistemit tatimor dhe taksave në Kosovë. Në këtë kuptim, as reorganizim territorial tjetër për të kriju bazat e autonomisë zgjeruar. Këto janë konceptet mbi cilat zoti Mustafa ka shku dhe ka, nëse mundem me thonë këshillim, paralajmërim, çka do që mundem ja qitë kësoj, jo, në kuptimin e takimit ka këshillu kryeministrin ose e ka paralajmëruar ose i ka kërku që këto të jenë pikat cilat janë marrë parasysh, besoj edhe duhet merren parasysh, sepse në këtë pikë nuk guxojmë me lëshupe. Këto janë pikat ku nuk guxon të kalohet për te tyre dhe këto janë pikat mbi bazat e cilave ne duhet funksionojmë si shtet. Mirë po, njëjtën kohë ne duhet të mbajmë mend edhe problemet tona të mëshme që i kemi. Sepse po përballemi me një situatë të jashtëzakonshme në aspektin e bashkëpunimit ndërkombëtar, po edhe në aspektin e shtet ndërtimit. Duhet ndërtojmë shtet demokratik dhe ky është handikepi jon kryesor. Dhe duke me pas shtet demokratik kemi ardhur këtë situatë, sepse nuk do të vinim në këtë situatë nëse ne do të kishim zgjedhje të lira demokratike.
ekonomi zhvillume, shoqëni zhvillume, shtet randit dhe të drejtës, dhe gjitha këto elemente nëse do t'i kishim, ne nuk do t'ishim këtë situatë. Këto i kem, prandaj përballemi këtë situatë dhe duhet përballemi dinjitetshëm dhe paralajmërimet që i ka thënë zoti Mustafa janë paralajmërime të konceptume dhe të prezantume direkt të personi i cili në këtë moment fatmirësisht ose fatkeqësisht profesion Kosovën. Berat? Beni po ka dëshirë më u kthy në probleme, po mendoj fatbarësisht e kanë pranuar institucionet dhe janë pjesë e institucioneve. Ke pranuar të herët. Po edhe legitimitetin dhe legalitetin e institucioneve. Legalitetin po legitimitetin jo. Zoti Mustafa është këshilltari i kryeministit pas sotshit. E ka këshillu. Fakti që e këshillon një njerëz që nuk vjen pas shumë nuk është e rëndësishme më bëhet qartë që nuk do të ketë kurfar autonomie, nuk do të ketë kurfar largimi prej planit atisalit. Mirë, po bisedimet janë rruga vetme për zgjidhjen e problemeve me qytetarët e Republikës Kosovës, qoftë edhe me faktorë të jashtëm, cilët kanë ndikim dhe kanë struktura me pagesë në Republikën e Kosovës. Pra, ky është qëndrimi i qeverisë së Republikës Kosovës, edhe kryeministit Hashim Thaçi. Do të bisedoj me secilin njeri në Serbi i cili ka ndikim edhe ka Miloševićit dhe me Miloševićin kishi biseduar. Paralajmërimet e vozhdit juaj zotit Kurti që të mos shkohet në Rambuje kanë mos përdor fjalë serbe se s'u kuptoj fjalën. Nuk është fjalë serbe, fjala vozhd. Unë po mendoj që zoti Thaçi edhe kjo klasë politike, edhe zoti Rugova edhe zoti Haradinaj kanë dëshmu pjekuri, edhe kanë dëshmu garanci për qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj edhe këtë herë Kosova do të fitoj ulsen Kombëve të Bashkuara, do të fitoj njohje ndërkombëtare, edhe kjo normalisht që kërkon sakrifisa dhe kërkon edhe kritika dhe akuza pe grupeve fundamentaliste politike. Kjo është e pritshme e kemi pritur këtë farë. Atëherë, të nderuar shikues, ishim për më shumë se një orë në transmetim të drejt për drejt në emisionin Target, ku kemi diskutuar për situatën aktuale në luginën e Preshevës edhe për bisedimet e pritshme në Bruksel ndërmjet kryeministit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Kishim edhe lidhje të drejt për drejta nga Presheva, po ashtu nga Prishtina, falenderoj me këtë rast të zotin Ragmir Mustafa për gatishmërinë e tij për të paraqitur në emisionin Target, po ashtu falenderoj të gjithë panelistët që ishin këtu të ftuar në studio, falenderoj edhe shikuesit për pyetjet dhe komentet e shumta që kanë bërë. Normalisht që her pas here ne nuk mund t'i lexojmë të gjitha pyetjet dhe të gjitha komentet për shkak të kohës së kufizuar. Vazhdoni të na shkruani në target@rtklive.com, po ashtu në faqen tonë në Facebook Target Viz RTK. Repriza e emisionit është nesër paradite. Faleminderit për vëmendje dhe natën e mirë.